neve sot na ka harxhu komplet nafta, sepse ne në vazhdimsi kemi punu me sasi të cungume të naftës, për shkak se me atë vullnetin ton vetanak dhe me pare tona vetanake kemi arrit dikon mbi 4 herë me pasën marrëveshje me operatorë që na furnizojnë. Mirë po, kam rri borxhi deri në atë nivel sa që normalisht po është telash edhe me arrit një situatë. Nuk e kemi veç naftën, ne kemi edhe deponinë e Kosovës, ku kemi borxhe gjithashtu të akumulume. Fatmirësisht kemi arrit me bo një marrëveshje 2 mujore, mirë po dhe ata 2 muj kalojnë shpejt dhe kjo situatë nuk mund me qëndru kështu afatgjate duke na dëmtu neve financiarisht. Njëjtë është edhe problemi i pagave, që një pjesë e pagave ende nuk e ekzekutu. Kështu që problemi ka nis shumë amoti, përkraja ka qenë shumë e vogël, mos jam thëmë zero, dhe nuk na janë përgjigjur asnjëherë në kërkesat tona. Ne jemi të gatshëm, kemi qenë gatshëm çdo herë, me ul me gjetë një zgjidhje, sepse zgjidhje ka, vetë duhet me pas edhe vullnet, dhe këtu momentalisht duke mungu vullneti i anës të komunës. Normalisht, kryekput problemi është mos pagesa e komunës dhe ajo thirrja e jashtëligjshme në kundërshtim me rregulloren që ju është bë thirrje qytetarëve mos paguni në pastrim, po paguni në komunë. Ka kriju konfuzitet madh të qartë, në anën tjetër ka shkaktu dame serioze financiare kompanisë. Dhe kjo është strumbullari i problematikës. Ne në vazhdimsi ne kemi veç një telashe, nështë më me thonë kështu, kuptim të asoj që si mi pajtu asnjëherë që komuna ta falimentoj pastrimin dhe në anën tjetër ta zëvendësoj me operator privat. Sot janë 2 tendere të hapune, imagjinoni, për të njëjtën çështje, njëna është tender, tjetra është negocim i msheft. Dhe për një çështje që pastrimi veç është të kry shërbimin për 5 muaj. Nuk mund të thënë që s'ka punu pastrimi, ju përshin edhe vetë në çfarë situatë jemi ardhur, as 24 orë nuk kemi bë. Ne kemi qenë vetëdijshëm që kemi me ardhur në këtë situatë dhe kemi njoftu zyrtarisht kryetarin, kemi qu kërkesë zyrtare, kemi qu emaila në vazhdimsi, nuk janë përgjigjur asnjëherë, na kanë injoruar totalisht. Ne duhet, dje kemi kërku një takim zyrtar me kryetarin Roma edhe me kabinetin. Na është konfirmu në telefon që sot gjatë ditës do ta kemi një takim, ende nuk kemi njoftu zyrtarisht, ende nuk kemi ftesë për takim. Jemi në pritje, ne do t'i presim nëse nevoja edhe në 12 natës, sepse në fundit jemi të e bo për një shërbim përgjithshëm, jo çështje individuale, nëse ata kanë çështje individuale, janë probleme tyne. Ne do ta shohim çështjen si interes publik dhe të punojmë për interesin publik. Ne jemi të gatshëm me gjetë zgjidhje, në momentin që gjendet zgjidhja ne ju garantojmë që kemi me vepru shumë shpejt. Nuk kemi dalë në punë për shkak se nuk kemi navë dhe kamionat nuk po ecin. Nuk e kemi nolë punën që veç që më pagu borxhet dhe ne kemi parën në llogari. Llogari zero kemi momentalisht mjete, që është e pamundur me pagu edhe me arrit ndaj farë marrëveshje edhe me operatorin.